Prej disa ditësh janë rikthyer punimet në rrugën e Shirokës, ku po realizohet ndërtimi i trotuarit me gjatësi rreth 3 km. Firma kontraktuese ka bërë të mundur shtrimin e një pjese të trotuarit ku do kalojnë këmbësorët, ndërsa po vendosen edhe bordurat. Po vjen puna për ndërtimin e trotuarit në rrugën e Shirokës, aktualisht po punohet për vendosjen e bordurave. Ky investim pritet të shërbejë si përdorruesve të biçikletave, gjithashtu dhe këmbësorëve. Për qytetarët ky investim është i rëndësishëm, por shprehen skeptik sa i takon lëvizshmërisë në trotuar. Tash që të punu, po përfunu, s'di që më thonë. Për ne, më mirë koken, si koken, se sa kështu. Edhe ashtu i ka shërby shumë mirë, se biçikletat kanë kalu një kërë, këmbësorët kanë kalu një kërë. Për i fije pa kanë ngushtu këmbësorët. Më tepër se 2 këmbësorë nuk mund të ecin në kërë. Nërsa ashtu, ka ecë edhe 3, ka kalu i biçikletë. Ky investim pritet të bëhet i aksesueshëm për qytetarët të cilët duan të lëvizin me biçikletë ose në këmbë në fund të muajit korrik, ndërsa kjo ndërhyrje është pjesë e rikualifikimit të bregut të liçenit të Shkodrës.